Takimi sot me temën rritja e dukshmërisë dhe mbrojtja gazetarëve rom në Kosovë, takimi i cili është mbështetur nga Bashkimi Evropian. Me këtë rast lidhur me këtë takim ka folur për mikrofonin ton Fatmir Menekshë, drejtori OJQ-s, Durmish Aslano dhe drejtori i radios Ramano Avazo. Tha se takimi sot më ka synim të krijojë një hapësirë bashkëpunimi dhe diskutimi midis organizatave të shoqërisë civile që punojnë me komunitetin rom dhe përfaqësues të mediave rome, tha ai. Qëllimi i këtij takimit ka qenë rritja e dukshmërisë dhe bashkëpunimi ndërmjet gazetarëve rom dhe ndërmjet mediave të tjera së shoqërisë civile që me e nxit me rrit bashkëpunimin ndërmjet komiteteve për me rrit edhe informimin, por edhe për me mbrojt gazetarët rom nga sfidat e ndryshme që po ballafaqohen në jetën e përditshme. Edhe pjesëmarrja ka qenë e duhur, e gjitha organeve të themi ose mediumeve informative kanë qenë në takimin sot që kemi realizuar, edhe rekomandimet e tyre dhe fjalimet e tyre janë për neve mesazhe dhe punë të reja edhe që e definojnë saktësisht sfidën e komunitetit rom në aspektin e gazetarisë apo edhe aspektin e bashkëpunimit. Edhe përmes këtyre dy takimeve që kemi mbajtur, kemi nxjerrë një raport në kuadër të Save Journalist Network, që jemi të implementuar një projekt për rritjen e dukshmërisë dhe mbrojtjen e gazetarëve rom për me e informu edhe publikun e gjerë se çka po mendojnë edhe mediat e tjera dhe si kena bën një lloj plan, plani, se plani veç ekziston, tash me vitin e bashkëpunojmë, po kësaj radhe do ta nxjerrim në pa atë bashkëpunimin që kemi pasur ndër vite me mediat e tjera lokale, po edhe me portalet e tjera informative. Ku në këtë takim morën pjesë përfaqësues të OJQ-ve lokale, Radio Televizioni Pesa, të TV Prizrenit, RTK-s dhe media tjera lokale, si dhe profesionist, ku me këtë rast është diskutuar edhe për rëndësinë e mediave. Së fundmi u tha se rezultatet e pritshme, krijimi një plani të përbashkët për bashkëpunim dhe evokim, nxitja ndër veprimit midis mediave dhe OJQ-ve, rritja ndërgjegjësimit për sfidat dhe mundësitë e gazetarëve rom. Po, normalisht do të dalim me rezultate konkrete, me mendime, rekomandime konkrete që mundën në të ardhmen të na fuqizojnë neve si media, ta fuqizojnë bashkëpunimin ndërmjet neve, edhe normalisht ta rrisim dukshmërinë edhe të portaleve ose të media son, po edhe të adresojmë rastet e duhura përmes mediave të tjera, siç kemi bërë për shembull në vitin 2022, ku përmes bashkëpunimit medial është arritur suksesi i përbashkët kur gjuha rome është njohur si gjuhë në përdorim zyrtar, fal komunikatave për media, jo vetëm mediat lokale të Prizrenit, por edhe mediat nacionale kanë kontribuar që të vim deri tek një rezultat i tillë. Pra kjo, trajtimi edhe mediave të tjera përpos medias rom për problematikën e komunitetit rom ngrit ose bën bujë më të madhe dhe arrin një lloj presioni edhe një lloj informimi se me çfarë ballafaqohet ky komunitet në të gjitha sferat, edhe ndikimi pastaj tek organet vendimmarrëse bëhet edhe më i madh, edhe tek ndërkombëtarët pasqyrohet realiteti edhe pastaj normalisht krejt këto janë rezultate që avancojnë edhe përmirësojnë jetën e komunitetit edhe në aspektin e kushteve socio-ekonomike, po edhe në aspektin e informimit, si jemi ne si media ose edhe bashkëpunëtor tjerë si koleg rom të pak që jemi në aspektin e gazetarisë. Që pas 6 muajve të projektit, ne kemi bashkuar edhe mendimet